kreu dhe plotëson njësi besimit. Duke i drejtuar sytë tek Jezusi, kreu dhe plotëson njësi besimit. Titulli dyfisht, kreu dhe plotëson njësi besimit, karakterizon Jezusin si fituesin dhe përfunduesin e planit të shpëtimit. Plani i Zotit të shpëtimit fillon dhe përfundon me Krishtin. Fjala greke për kthyer si kreu ka gjithashtu këtë kuptim: udhëheqës, krijues, iniciator, themelues dhe pionier në planin e shpëtimit. Në këtë kontekst, fjala kreu ka dy kuptime: iniciator dhe udhëheqës. Parimi një besimi aktiv jo vetëm origjinon te Krishti, por gjithashtu shfaqet në jetën e besimtarit dhe mundësohet vetëm fal atij. Jezus Krishti është bërë kreu i pashoq dhe i vërtet i të gjithë besimtarëve. Shpëtimi gjithmonë është iniciativë e Zotit, si vetmi burim i hirit. Krishti na drejton tek shpresa të jeta e përjetshme. Nuk mjafton vetëm të nisim një udhtim, vetëm arritja e sigurt tek destinacioni jep atij kuptim të vërtetë. Qëllimi i garës është arritur kur sportisti kalon lijen e finishit. Pikërisht për këtë shkak, Krishti ilustrohet si kreu dhe plotësonjës i besimit. Fjala plotësonjës vjen nga fjala greke teleiotes. Pra Jezus Krishti jo vetëm nis shpëtimin, por ai gjithashtu e përfundon atë. Ne nuk mund të bëjmë gjë që të krijojmë besim, sepse ai është dhuratë nga Zoti. As nuk mund të bëjmë gjë për të arritur besimin, sepse Krishti është plotësonjësi i besimit. Gjithçka vjen nga Krishti. Detyra më e madhe e jetës është arritja e plotësojmërisë fillestare, e cila mundësohet fal punës së Krishtit në ne dhe për ne. Pali na siguron që ai që nis një punë të mirë në ju do të përfundojë deri në ditën e Jezus Krishtit. Punën që Krishti nis në ne, në shfaqësimin e kryen me anë të shenjtërimit, nga fillimi deri në fund. Pikërisht, Krishti është ai që vepron në ju në vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij. Lutejmë sot: O Zot, kreu dhe plotësonjës i besimit, rrit mua çdo ditë në ngjashmërinë tënde. Amen.